Jo, se nuk është konvenca vitit 3. Kryeministër, sepse ju kur jeni jashtë i përgjigjeni të gjitha llojeve të pyetjeve. Do t'i japësh mikrofonin që do t'i japë mirë mos unë një kohë se nuk ta kemi shumë të gjatë. Do ketë një parashikim për oraret kur punohet në kantiere, sepse Tirana zgjohet edhe flet me zhurmën e betonierëve, makinerive, asa mund të flihet në këtë zhurmë. Do të ketë masa, do ketë orare të përcaktuara sepse kuptojmë që këta janë kostot e zhvillimit të qytetit, por është e pamundur të vazhdohet të jetohet me këtë. Tani oraret e kantierëve nuk janë çështje ligjesh dhe kodesh. Oraret e kantierëve janë rregulla që vendosen nga autoritetet vendore, por është provuar kjo punë edhe natën, është provuar edhe ditën jo se na bllokohen rrugët, natën jo se kemi zhurmë. Tani ndonjë mundësi tretë që s'është as ditë, s'është as natë, nuk ka, por kjo është një çështje e autoriteteve vendore dhe sa më shumë hapësirë t'ju jepet të mund të ndërtojnë, aq më shpejt do ndërtojnë. Sa më shumë të zgjatet duke ja ngushtuar hapësirën, aq më problem është. Nuk është çështje e qeverisë kjo. Një çështje që ishte parashikuar të ndryshimet, ishte në mos gaboj ligjin 107 për planifikimin e territorit, ku ju thoni që nuk do të prisni, nuk do të ketë asnjë mas pezullimi që do të pengoj punën e autoriteteve në rastet e shkeljeve. Si mund të mos merret parasysh një vendim pezullimi nga gjykatat? Duhet ta lexoni me vëmendje të dispozitën të detajuar ashtu siç është, edhe është plotësisht ligjore. Muhamet Veliu nga Top Channel. Kryeministër, gjatë këtyre 2 muajve ne kemi parë dhe kemi raportuar përpjekjet tuaja për atë që keni. Do me thënë bëhet jam një shembull, në rast se policia është duke ndjekur një ajdut. Mos them një vrasës që po. Është duke ndjekur një ajdut, nuk shkon në gjykat dhe pastaj e kap dhe pastaj e shkon në gjykat. Kështu që këtu flasim për flagrancat. Mundem? Po. Muhamet Veliu, Top Channel. Kryeministër, gjatë këtyre 2 muajve ne kemi parë dhe kemi raportuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, kemi parë heqjen e tendave me dur alumin, heqjen e çadrave, ndërkohë karriget vijojnë të jenë prezente. Ju sapo përmendët rregulloren e keni gati. Kur do publikohet kjo rregullore për vijimin? Tani kam dëgjuar vazhdimisht këtë të karrigeve, tani kjo është një luftë e përditshme. Por disiplinimi edhe i karrigeve, siç e thash, do të bëhet me rregulloren. Ne kemi punuar me një grup madh pune për një rregullore të përgjithshme, pastaj çdo bashki do ketë diskrecionin e vet natyrisht. Dhe pastaj do të hyet edhe në këtë pikë, por kemi parasysh një gjë, që edhe për karriget, çështja e interpretimi është se mbasi vendosen vijat e kuqe që deri këtu mund të shtrish karriget, në momentin që ti shtyesh më tutje dhe bëhesh dhe vën në rrezik të tjerët që kalojnë aty, të kapin shumë nga ato të tjerët, se edhe ajo zënje arbitrare e hapësirës publike është. Kështu që megjithatë ky është proces. Rëndësi ka që t'i shkojmë njëherë deri në fund çmontimeve, që pas kanë qenë të pafundme. T'u japim mundësi të gjithë atyre që kanë aktivitete që të mund të ushtrojnë aktivitet dhe jashtë derës, por në një hapësirë të përcaktuar siç e kanë qytetet europiane, sa përqind e trotuarit i të takon ty, sa përqind i takon publikut,
t'u japim mundësin që me projekte të mirë menduara, të miratura të mund të krijojnë edhe kështu hije e tjerë, jo nga ato hekura dhe nga ato çadrat, dhe të bëjmë diçka që t'jetë tamam në lartësinë e rilinës urbane 2.0. Mole Luku nga Vision Plus. Zoti Kryeministër, ju më herët, sa i përket aksionit për lirimin e hapësirave publike, keni thënë që do të ketë një postim për varrezat e makinave. Mos gabojnë, pasi keni cilësuar dhe si një mjedisore. Ku do të shkojnë këto automjetet vjetra që kanë qëndruar aty për vitesh? Pra do të ketë një hapësirë të posaçme për këto? Pse do të mbajnë patjetër makina në korrizë, ato do shkojnë për skrap, patjetër. Një pjesë ato që janë akoma të mundura të funksionojnë, po i merr shteti për t'i vënë në funksion, ato që nuk janë më funksionale do shkojnë për skrap, patjetër. Dhe ka filluar agjencia e konfiskimit, ka filluar dhe do krijojmë disa të ardhura me ato. Klesiano Meri Klanius, zoti Kryeministër, kam dy pyetje. E para lidhet me listën e zezë që ju përmendët dhe për ata të cilët do të përfshihen, thjesht për ta sqaruar nëse do të ketë ndonjë hetim edhe apo do të përfshihen edhe ata të cilët kanë dhënë, për cilët keni dhënë leje deri më tani, apo do të nis procesi vetëm deri në momentin që është krijuar kjo listë e zezë. Edhe një pyetje të dytë, padyshim gjitha këto masa janë shumë të rëndësishme për sa i përket çështjes së pronës dhe mbrojtjes së saj, por një tjetër shqetësim për qytetarët është dhe çështja e çmimit të këtyre pronave. A ka një formë qeveria që mund të ndërhyjë si rregullator pavarësisht gjitha masave që keni prezantuar edhe më herët për një sër kategorish për lehtësira për sa i përket kredimarrjes? Faleminderit. Kjo lista e zezë është në fuqi, tani që flas. Si normë. Kështu që kushdo që është duke ndërtuar tani që flas, nuk tani çfarë janë ndërtime që kanë mbaruar edhe që njerëzit janë brenda edhe që e kanë kryer ciklin e tyre, natyrisht që s'ka lidhje, po çdo kantier që është sot i hapur është subjekt i listës zezë, patjetër. Pra, nuk fillon lista e zezë nga lejet që do jepen nga nesër, sepse askush nuk thot që kush ka marrë leje mund vazhdoj të bëj shkelje, përkundër. Kështu që të gjitha këto vlen për ata që janë në kantier tani dhe do të jenë shumë kujdesshëm sepse në këtë pikë nuk do toleranca do të jetë 9-0. Për këtë qoftë. Dhe ata që kanë influenca dinë se si ti shmangen edhe daljes nëpërmjet media ju etj. Po ju them që janë bërë goditje kudo dhe për këdo. Pavarësisht se kur goditet në një emër i njohur nuk del nëpër media sepse është ai muhabeti juaj. Po ne goditjet i kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë. Nuk ka asnjë që është mbi 83 mandatet që na ka dhënë populli shqiptar. Dhe ne nuk do ndalemi në këtë pikë. Për sa i përket çmimit, ne jemi duke përgatitur krijimin e një agjencie të re, që do të jetë Agjencia Kombëtare e Planifikimit Urban dhe Strehimit, dhe do t'i qasemi në mënyrë të re çështjes së strehimit, qoftë për sa i përket strehimit social, qoftë për sa i përket incentivave për të krijuar mundësi për kategori të ndryshme shoqërore që të mund të aksesojnë apartamente me çmime më të arsyeshme. Klajdi Bodi, Syri Televizion. Të gjitha këto propozime për ndryshim ka një kosto për ndërtuesit dhe duke marrë parasysh çmimet e apartamenteve në Shqipëri dhe raportet ndërkombëtare që cilësoj Tiranën dhe Shqipërinë si lavatriçe të pastrimit parave të pista, a mos është le të themi teksa po përflitet një fluks ndërtimi në Shqipëri, gjithë këto ndryshime duke shtuar kostën e ndërtuesve mos po tentojnë që të marrin të njëjtat çmime duke bërë të pamundur deri në një shtëpi në Tiranë